Projekti infrastrukturor Velipoj-Shëngjin me vlerën 3.8 miliard lek është drejt përfundimit dhe pritet të sjellë zhvillim të rëndësishëm në turizëm dhe ekonomi. Rruga e re shkurton distancën duke reduktuar kohën e udhëtimit nga 1 orë 20 minuta në vetëm 20 minuta. Banorët shprehen të kënaqur me investimin duke theksuar se rruga do të lehtësojë lëvizjen, do të rrisë numrin e turistëve dhe do të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e bizneseve lokale. Po ne si banorët zonës e kena mirëprit për shumë arsye. Njësja është shkurton distancën, tjetra është një rrugë që sjell të ardhurna për këtë zonë, sjell turizëm më shumë. Shumë të kënaqur, sepse kjo jep një zhvillim pa pamë kësaj zonë. Sot e mbrapa besoj se do të fillojnë edhe investimet, duke parë sepse është zonë bregdetare. Ky është një zhvillim për ne, për zonën, për banorët, me dalë që do me tregtua, jena të fituar në këtë aspekt. Një rrugë ne gjithmonë zhvillim. Aksi panoramik ruan peizazhet natyrore të plazheve të Shëngjinit, Ranës së Hedhun, Rriollit dhe lagunës së Vilunit, duke e kthyer zonën në një destinacion tërheqës turistik. Investimi ka sjellë rritje të ndjeshme të vlerës së pronave, ndërsa pritet të nxjisë investime të reja në fushën e turizmit dhe hotelerisë, duke ndikuar drejt për drejt në zhvillimin ekonomik të zonës.